Kënaqësi që jeni në studio për të folur për këtë temë. Kemi avokatin Petrit Ladrovci. Petrit, faleminderit shumë që jeni këtu. Faleminderit për ftesën, kënaqësia ime. Fillimisht pajtohesh me mua në atë që thash që për fat të mirë nuk kemi shumë raste të kësaj natyre, apo për fat të keq nuk kemi raste të cilat evidentohen, por janë të shumta. Si qëndron e vërteta? Mendoj që janë raportimet më të pakta se sa raste që ndodhen në realitet. Dhe si do ta vlerësoni nga aspekti ligjor krejt të rast, po besoj që ke dëgjuar lajmet, ke lexuar rreth gjobës që është shqiptuar, fakti që policia është dashur që me shufra metalike të hapin dyert e makinës. Realisht është fatmirësi që nuk ka pas ndonjë pasojë, ndoshta pasojë e rënë në shëndetin e këtyre fëmijëve, apo në pasojë edhe më e rënë që mund të vijë deri te vdekja e tyre duke lënë në makinë, duke ditur temperaturat shumë të larta, sidomos këto ditë e fundit, edhe gjithashtu duke shtuar ata sepse në veturë është ngrohtësia shumë e madhe se sa ndodh, edhe duke e konsideruar se ata nuk janë pasagerë të zakonshëm. Ata janë fëmijë të cilët nuk mund të veprojnë në situata të tilla, nuk mund të hapin ndoshta dyert, nuk mund ta telefonojnë dikën, por rreziku është eventual, kështu që në raste të tilla shoqërisht që kanë pështuar. Shumë e vërtetë kjo që thoni. Dhe kemi detyrime ligjore si prindër karshi sigurisë së fëmijëve tanë, dhe edhe në këtë rast është e përcaktuar me ligj që fëmijët tanë nuk mundemi asësi t'i lëmë të mbyllur në një makinë dhe të kryejmë punë të tjera. Realisht detyrimi si për fëmijët, si për familjet ka edhe nga ana e prindër, por edhe nga ana e kujdestarëve, sepse si prind kemi obligime kur jemi duke u kujdesur për ta. Por në momentin që ne s'kujdesëm, na e lëmë kujdestar dikun të kujdeset, në antar të familjes apo dikën, por edhe të shkolla. Në momentin që vendosëm në shkolla apo në qerdhe, domethënë bie përgjegjësia mbi ata kush ja kanë besu kujdestarin e këtij fëmijët. Kështu që na kemi përgjegjësi ligjore mbi sa e kemi kujdes na dhe institucionet derisa ata janë në shkollë apo në qerdhe. A kemi informacione sa duhet rreth kësaj pjese, Petrit, sepse konsideroj përveç atyre videove të cilat i bëni në rrjetet sociale dhe bisedave të ndryshme që ne realizojmë në televizionet tona, pak kemi informacione të kësaj natyre sa i përket dhënies të themi informatave në aspektin ligjor, detyrimet dhe obligimet që ne kemi si prindër, më pas edhe tek ata të cilët u besojnë fëmijët tanë. Duke marrë parasysh se agjendën e kemi shumë ngjeshur dhe siç e diskutuam isha shumë i zënë, por duke parë rëndësinë e informimit të masës së gjerë, domethënë të popullatës së Republikës Kosovës, atëherë pash një farë obligimi edhe moral të vites sharojmë lidhur me obligueshmërinë që ligji i obligon edhe prindrit, por edhe kujdestar lidhur me fëmijët e tyre. Por njohurit në bazë pyetjes tuaj, njohurit janë shumë të mangëta. Gjithmonë po nisemi nga ajo që ju e bëni, nga puna që ju bëni çdo ditë. Absolut. Po në përditshmëri hasëm që kanë, domethënë, njohuri shumë të cekta, edhe prind, edhe kujdestar, po edhe nga ana e organeve që ushtrojnë autorizime publike. Në rastin konkret ju ka shqiptuar një gjob, nëse është shqiptuar nga ligji për rendin dhe qetësinë publike, e që është në enitet mos mbikëqyrja e duhur e të miturve, u mendoj që edhe organet e zbatimit ligjit kanë gabuar në rastin e tillë. Për shkak se kjo nuk nërmohet me këtë nen. Nuk duhet të gjobitet. Jo, në këto raste, nëse kanë gjobitur me ligjin për rend dhe qetësinë. Sepse që kanë gjobitur me një shumë prej 300 eurosh. Po, nëse kanë gjobitur me nenin që është mos mbikëqyrja e të miturit, është neni i referohet kur një i mitur kryen kundërvajtje do më thon penalizohet apo ka kundërvajtje edhe prindri nëse në rast se ka kryer fëmia kundërvajtjen. E në rastin e tillë fëmia nuk ka kryer kundërvajtje. Andaj nëse janë referuar me këtë nen, unë mendoj që organet ligjzbatuese kanë bërë gabim edhe të shqiptimi i gjobës. Në këtë rastin konkret kemi kur fëmijët apo të miturit kryen kundërvajtje. Momentin që kryen kundërvajtje, ki përgjegjësi kundërvajtëse edhe ti si prind apo si kujdestar. E në rastin e tillë dënohesh prej 50 deri në 450 euro, e në rastin e tillë ju ka shqiptuar një do më thonë një kundërvajtje për 300 euro prindit. Nëse është marrë këtë dispozit, unë mendoj që kanë bërë gabim, sepse në rastet e tilla ka përgjegjësi edhe penale.
Në rastet e tilla unë nuk mendoj që ka përgjegjësi kundërvajtëse, në rastin konkret prindit, po mund të kenë përgjegjësi penale. Për shkak se në momentin që rrezikohet të lënë fëmin pa mbikëqyrje, edhe rrezikohet jeta apo shëndeti i tij, kena përgjegjësi penale për ju kundërvajtëse. Të japim edhe njoftimin që ka bërë policia e Kosovës, thotë i lë fëmijët e mbyllur në vetur e ëma gjobitet me 300 euro në Prizren, ngjarja ka ndodhur dje pra me 30 qershor. Me datën 27/6 të rrethorës në fakt lajmi është publikuar me 30 qershor të rrethorës 17:50 policia ka pranuar informacione se në një vetur të parkuar në një qendër tregtare në Prizren ndodheshin disa fëmijë të mbyllur brenda të raskapitur nga inzeti duke qenë se temperaturat ishin shumë të larta. Policia ka arritur menjëherë në vendngjarje dhe me ndimin e shufrës metalike ka hapur automjetin. Fëmijët ishin të lodhur dhe të dehidruar nga xhetësia, ndërkohë në vendngjarje është paraqitur edhe ëma e tyre. Për shkak të moskujdesit ndaj fëmijëve, policia i ka shqiptuar gjobë prej 300 eurosh sipas kundërvajtjes mos kujdes ndaj të miturit. Duke marrë parasysh se tani jemi në stinën e verës, temperaturat janë shumë të larta dhe policia apelon për kujdes të shtuar. Pra, ky është komunikata e policisë së Kosovës. Realisht me pas komunikim me policinë e Kosovës, realisht me ata që e kanë shqiptuar këtë kundërvajtje, është duhet me theksu se nga cili ligje kanë marrë, cili nene kanë marrë, sepse mos mbikëqyrja e dur e të mitërave nga ligje për rendin dhe qëtësim publike, ka dëbaj kur i mitër i kryen kundërvajtje. E atëherë ka kundërvajtje edhe prindi dhe mund të dënohet me gjobë prej 50 dhe 450 euro. Po në rastin konkret, cilën kundërvajtje kanë kryer fëmijët, unë mendoj që kjo veshet me përgjegjësi penale. Dhe çdo të veshet me përgjegjësi penale. Pra thoni që në këtë rast do duhet bëj menjëherë të ftoheshin edhe qendra për punë sociale? Absolut s'diskutohet. Domethënë të bëhet në temë mirëfillt lidhur me ta, po gjithmonë duke u kujdesur se sa fëmijët kanë pas pasoja nga këta, sepse ti mund ta lësh fëmijën, por nëse fëmia nuk ka rrezik, thuhet që kanë qenë të dehidruar dhe të lodhur. Kur flasim për temperatura kaq larta, si këto në cilat jemi, është e vështirë për të rriturit të themi të përballojnë ato e lera më fëmijët. Absolut, na nisu nga baza e ata ekspertëve që e njohin shëndetësinë. Na në bazë të ekspertizave tyre na referohum në ligj. Po momentin që ata kanë qenë dehidruar, rreziku për jetën sa ka qenë, atëherë na e veshur me përgjegjësi penale apo jo. Se ti mundesh me la fëmijën një minutë me marr disa gjëra në market, për shembull disa sakeza apo një paketë cigare ose diçka, por nuk ka rrezik eventual për fëmijën. Domethënë nuk veshet me përgjegjësi penale. Po përderisa është dashur policia të përdor shufre metalike dhe të njoftohen nga qytetarët, po i bie që nuk ka qenë një periudhë shumë e shkurtë kohore. Absolut, unë s'diskutohet. Për shtat tani llogaritet sa kanë qenë rrezik ata fëmijë për kësaj situate. Momentin që kanë qenë rrezik për shëndetin e tij apo për jetën e tij veshen me përgjegjësi penale prindërit e tyre. Çfarë ndodh në raste të tilla kur ne kemi larg qoftë edhe humbje të fëmijëve? Mund të kenë edhe vrasje nga pakujdesia, sepse prindërit mund të vrasin nga pakujdesia. Për shembull, ta marrim një shembull thjesht që mia sqaru qytetarëve, ti ne më herët kanë hapur për shembull grupa të ndryshme për shkrirjen e qireqev apo gelçereve dhe nuk e kanë rrethikuar apo nuk e kanë siguruar mirë dhe antarët e familjes tjerë, fëmijët kanë rënë në këto grupa. Në momentin që kanë pasur pasojë, domethënë edhe humbjen e jetës, kemi vrasje nga pakujdesia. Vrasje nga pakujdesia për shkak se prindrit janë të thirrur me pas kujdes lidhur me veprimet. Në këtë rast ka pas mosveprim, se veprat penale kryen nga veprimet dhe mosveprimet, edhe në rastet konkrete, edhe të rasti me automjetin që janë mbajtur mbyllet fëmijët, por edhe në rastet të tjera të caktuara kur ka mosveprim, kemi vepër penale të kryer nga mosveprime. Në këtë rast u duf me vepru prind. Po tash ligji obligon. Ligji për mbrojtjen e fëmijëve obligon gjithsesi në rastet kur ne si qytetar i shohim disa fëmijë në rrezik, apo i shohim të keq trajtuar, apo i shohim të mënyrë të lëm vet, apo të braktisur, ne obligohemi ligjërisht të njoftohen organet e rendit, të njoftohen qendra për punë sociale në rastin konkret, edhe të ndërmirën masat, secili obligohet ligjërisht të vepron në situata të tilla. Pra kemi me lish, sepse edhe dëshmitarët kur nuk
Kur nuk veprojnë, mund të penalizohen në rast të caktuar për shembull të vepra penale mosdhënies ndihmes apo diçka tjetër, sepse ti nuk mund ta shesh një fëmijë edhe me thonë që e ka nanën edhe garant kthehet lehtë, po do të kemi përgjegjësi edhe ne si qytetar të reagojmë në raste të tilla. Momenti që e shohim një fëmijë në raste të tilla, atëherë mirë ka vepruar Policia e Kosovës që e ka thyer xhamin, po edhe ne si qytetar mund ta thejmë xhamin nëse dim që policia vonon deri në ardhin e ata mund të kenë rrezik dhe gjendja është kritike, atëherë ne duhet me vepru, duhet me thyr xhamin edhe të nxjerrim ata fëmijë dhe nuk kemi pasoja. Jo, absolut nuk ndiqemi, përveç se në këto raste duhet të ketë mirënjohje nga ana e shtetit. Patjetër. Tani Petrit, kur jemi tek dënimet, çfarë dënime parashihen për neglizhenca të tilla, mos kujdesje të tilla, larg qoftë edhe ajo vrasje në pakujdesi të cilën e përmendët? Në rastet për shembull kur rrezikohet jeta, veç rrezikohet jeta mund me pas për shembull 6 muaj deri në 3 vjet burgim, apo në raste kur rrezikohet edhe më shumë, nështë ta me thonë është deri në 5 vjet, apo mund me qenë edhe deri në 8 vjet në rastet kur kemi në fakt vrasja nga pakujdesia është në deri në 5 vjet. Domethënë 5 vjet është maksimumi, sepse te rastet e vrasjes nga pakujdesia mungon elementi dashjes. Kërkush në rastet e pakujdesisë mungon elementi dashjes sepse nuk don kërkush të ndodh kjo. Po për shkak të neglizhencës apo mos veprimit të tyre, kështu që ligji e ka normuar se edhe vrasja, domethënë që i merr jetën dikujt në rastin e pakujdesisë e kemi domethënë maksimumin e dënimit është 5 vjet. E kuptoj. Do doja të flasim pak për të themi praktikat të ngjashme gjyqësore që kemi në Kosovë. E filluam me ato që nuk flasim shpesh për këtë temë. Edhe nëse shohim, mundohemi të bëjmë atë që mundemi më së miri si shoqëri për shpëtuar fëmijën ose për të ndihmuar nënën, por nuk është që e lajmërojmë në polici. Nuk është që kërkojmë ndihmë dhe përgjegjësi institucionale të personit në fjalë, karshi fëmijëve të vet. Është e rëndësishme edhe kjo pjesë? Po gjithsesi, domethënë ne përveç që do të më kujdes për veten, ne do të më kujdes për familje dhe për shoqëri. Ne obligohemi ligjërisht, na nuk mund me kanë pa obligime në shoqëri. Momenti që shohim një vepër penale në disa raste kemi obligim të lajmërojmë ato veprat penale, e sidomos në raste të tilla. Por për shembull tash jemi ndoshta është ndërlidhet me temën tonë. Tash jemi në sezonat e nxehta ku pishinat janë të frekuentuara shumë, janë të frekuentuara edhe nga ana e fëmijët. Po fëmijët do të kenë mbikëqyrje nga ana e prindërve gjithsesi, sepse obligohen. Por edhe pishinat, biznesën nuk do të me pa këtë biznes vetë si përfitim. Ata obligohen ligjërisht të kenë rregullore të mbrëmshme lidhur me pishinat. Duhet të ketë shenjëzime sa është thellësia në raste të caktuara, sepse edhe ata mund të kenë përgjegjësi penale, edhe bizneset mund të kenë përgjegjësi penale lidhur me fëmijët, sepse ata llogaritën që nuk e kanë kujdesin e duhur sa i përket vetes. Kështu që përveç që obligohet, domethënë familja obligohen edhe bizneset që zhvillojnë aktivitete që kanë qasje fëmijët. Kështu që mos mbikëqyrja nga ana e prindërve, edhe mos lajmërimi i shenjëzimi apo mos mbikëqyrja edhe nga ana e profesionalëve të caktuar, atëherë mund të ketë përgjegjësi penale. Në rast të caktuar. Kur jemi tek rasti i zonjës në Prizren, edhe kjo kundërvajtja, nëse mundemi me cilësu, kjo gjoba prej 300 eurosh, e përmendëm elementin e qendrës për punë sociale. Ne e kemi këtë që jepet informacioni, por nuk di më pas çfarë ka ndodhur me këta fëmijë, çfarë ka ndodhur me nënën përveç kësaj gjobe. Sa është e rëndësishme që të kemi më shumë informacione edhe nga vetë qendra për punë sociale në qytetin e Prizrenit, sepse do e mos do duhej të intervenante në një rast të tillë, se nëse ka ndodhur sot, mund të ndodhë edhe nesër. Realisht këtë momentin që njoftohet policia nga ana e qytetarëve, gjithsesi duhet të involvohet edhe qendra për punë sociale, duke shikuar edhe anën e prindërimit, sa është i gatshëm, sa është real apo racional familja me prindërimin në lloje të tilla apo në raste të tilla. Kështu që duhet të kem kujdes të shtuar në raste të caktuara, e sidomos qendra për punë sociale duhet të aktivizohet në këto raste dhe të ketë ndoshta të mbajë edhe në farë mënyrë ligjërata para prindëve që nuk janë. Pra nuk duhet mjaftohemi thjesht me një gjobë. Jo, absolut, s'diskutohet, sepse gjoba mund të paguhet, nuk është gjoba që apo mund edhe mos të paguhet fare nga ana e prindit, po gjithë secili sankcion apo kundërvajtje e ka peshen që të vedisohen.
edhe burgu si burg, nuk e ka vetëm atë satisfaksionin që dikush e ka kryer një krim, po ai burg duhet të shërbej edhe të përmirësimi, A shërben risocializimi. në Kosovë? Realisht mungojnë edhe në burgje, edhe në situata tjera të organet korrektuese, mungon ky aspekti i risocializimit edhe të burgosërve, edhe atyre që kryen, sepse edhe në praktikë na shumë raste për shembull që ndodhen kundërvajtje, ty ma shumë ndikon ndoshta një vrejtje që ta jap një zyrtar policor se sa një gjub. Andaj ne jemi koshient në rastet e fundit se sa gjoba janë të shqiptu në Kosovë dhe nuk janë duke u nalur kundërvajtje. A i bie kjo që nuk na kryen punë gjobat në Po, këtë absolut, nga njëherë, edhe pse kanë mundësi zyrtarët policor të japin vrejtje, po jo të japin gjoba. Momentin që dikujna ndikon një vrejtje më shumë se sa një gjob, sepse gjoba din edhe mos të paguhen, në rastet shumë ta kemi që s'paguhen gjobat, kështu që një vrejtje nga njëherë mund të mjaftoj që ata ta përmirësoj në trafik. Kështu që nëse s'kryen punë, s'do thotë gjithsesi që të kryen punë një gjob, një kundërvajtje, e shqiptuar një flet paraqitje nga ana e zyrtarëve policor. Kështu që vetësimit e na mungon. Për shembull këto emisione ose emisione pa dasht me dha lavdata, apo emisionet e tilla i nevojitën shoqërisë. Këto emisione janë për të mirën e shoqërisë. Për këtyne ka vlera, për këtyne mëson dikush një nan, një prind që është ulur pranë televizorit mëson diçka. Po kemi na emisione që nuk kanë të bëjë apo me shoqërinë, po tash janë kapur mas atyre klikimeve, standarde tjera, kështu që mungon kjo vetdia kolektive shoqërore, andaj edhe situata është e tillë në Kosovë. Petrit, jemi drejt minutave të fundit të kësaj bisede dhe do doja edhe një herë të riktheheshim asaj të cilën e përmendëm disa herë dhe në fakt e filluam bisedën tek informacionet bazë që ne duhet i kemi sa i përket përgjithësive, sepse nuk mjafton që të jesh në këtë jetë të sjellësh në një fëmijë, t'ia sigurosh kokën mbi shtëpinë mbi kokë dhe ti sigurosh, nëse mundemi me thonë, hajde shkollën e gjërat elementare të cilat në fakt janë detyrime ligjore. Absolut po. Unë mendoj që përveç, do të thonë, momentin që bashkë prind përveç përgjegjësisë që ki për vete, për familjen, ki gjithsesi për fëmijët e tu mas shumti, sepse ata janë në mbikëqyrje drejt për drejt se cilët prind, apo se cilët kujdestar. Kështu që është mbikëqyrja përveç se është akt moral, është edhe akt ligjor, sepse momentin lindin detyrime ligjore, ndaj fëmijëve për shembull kujdesi për ushqimin, tash edhe kjo pjesa që qytetarët nuk për shembull kemi lemosh kërkues shumë, edhe kjo dënohet penalisht. Nëse ne japim dikujt një fëmijë. Jo, përveç asajna është që prind i nxitin fëmijët me lyp lemosh. Momentet e tilla kemi përgjegjësi penale. Na shohim shpesh. Pse shohim kaq shumë fëmijë pra Petrit nëse ne po vepron shteti. Shteti çdoshme e vepru. Për shembull e kemi rastin kur s'po du me nxjerr, për shembull kur policia e Kosovës e dënon për kundërvajtje një që ka qitë emblemin e UÇK-s në tabela, e kena pas si rast. Kena plot kundërvajtje dhe vepra penale të cilat duhet merr policia e Kosovës apo shteti. Po në rast të caktuar merre me emblem. Edhe pse çdo shenjë, çdo mbulim i asaj tabeles është kundërvajtje dhe nuk lejohet. Por ne kemi aq shumë kundërvajtje që ndodhen, atë shumë vepra penale. Për shembull, takojmë shumë fëmijë që lypin lemosh, aty përveç se nuk rrezikohet shëndeti i tyre, ata kanë përgjegjësi penale prindët e tyre. Tash a është vështirë, a është do më thonë brengë e madhe, a është që ju vuhet shteti për shkak të buxhetit. Por kjo duhet ndërmerr, shteti nuk guxon të lejon fëmijët në këto temperatura të kërkojnë lemosh apo të dalin të pastrojnë xhama nëpër semafora. Janë pamje vërtet shumë të rënda Petrit, me që përmendë këtë dhe nuk mund mos e komentoj. Kur sheh nënën me 3-4 fëmijë, mos më shumë, madje edhe të moshës foshnjë për me thënë ndoshta disa muajshe dhe ti bën një postim në rrjetet sociale, ai postim bëhet lajm në për gjitha mediat dhe ti të nesërmën prap shen në të njëjtin vend
këtë zonjën me fëmijëve? Unë mendoj që duhet shtetit të jetë konsistent. Pse i mbyllim syt para këtyre? Realisht ka pas raste, për shembull kemi shumë raste kur departamenti apo drejtoria për të huajtur që është në kuadër të policisë kufitare, realisht policisë Kosovës është marrë me këta sepse kemi një pjesë madhe. Andej kalojnë edhe makinat policisë. I shohin ata fëmijë. Absolut, unë mendoj që shteti duhet më marrë dhe duhet më ka konsistent. Sepse nëse si konsistent për çdo ditë me luftu këtë dukuri, atëherë nëse ti as shqiptar për shembull një kundërvajtje apo një gjob, ata nuk janë në gjendje as me pagu sepse po dalin për kërkojnë lemosh, e atë kundërvajtje s'ki as çu rimburson sepse ata as kanë llogari bankare, ndoshta as pasuri të qarkullueshme. Kështu që në rastin konkret duhet me kanë konsistent dhe mos me lënë asnjë mundësi që ata të kërkojnë. Sepse aty dikush është edhe i keq përdorur. Për fat të keq. Unë mendoj që policia e Kosovës është marrë në raste të caktuara, por duhet konsistencë të merrem për çdo ditë, sepse ajo është pasqyrën e shtetit. Momenti që vjen një delegacion nga jashtë dhe i sheh ata fëmijë aty nona, ajo ata jap një far pasqyrimi çfarë shteti ki. Shtetit edhe pse i krijon obligime përveç ligjore edhe financiare, por duhet më marrë shteti për ata, nuk duhet dorëzohet para dukurve. Pa jo patjetër të merremi vetëm me gjoba rreth shkeljeve të ndryshme të trafikut. Absolut jo. Unë mendoj që vedia kolektive të na mungon. Edhe në këtë rast edhe shteti duhet bëjë më shumë. Duhet të investojë edhe qendrat për punë sociale të këtyre raste. Për shembull, kena mungesë edhe stafi qendra për punë sociale. Përveç mungesë stafi, mungesë edhe profesionalistëve të caktuar. Kështu që shteti duhet marrë me këtë dukurisë, sidomos familja, se familja është brumi ose i shtetit, i shoqërisë. Baza më e rëndësishme. Absolut. Petrit, falenderoj shumë për krejt informacionet që ndave sot me ne dhe uroj që kjo bisedë jona ti ketë bërë të gjithë të reflektojnë sa i përket përgjegjësive dhe obligimeve që kanë ndaj fëmijëve, ndaj familjes, por edhe ndaj shtetit. Faleminderit, është përveç që mundësia që jepet nga ju është interesi edhe juni që sa më shumë të ndajmë informacione ligjore lidhur me obligimshmërinë e familje, lidhur edhe obligime familjare, po edhe obligimeve ligjore që shteti ka për këto familje, për këta fëmijë, kështu që çdo kontribut në drejtimin e kësajna është i mirëseardhur dhe obligum, moralisht edhe ligjërisht edhe nga ana jonë që të japim kontributin tonë për këtë shoqëri. Të falenderoj shumë. Kënaqësi.